Pra, ne do të mi destinu njerëz në atë problemin që e ka. Jo krejt pishtim, hadi krejt një rukje ose ka ona tjetër, hadi të shtim krejt në aspektin psikologjik apo psikiatrik. Pse një doktor, psikiatër apo një psikolog që se beson botën e gjinëve, ai normal ka mi trajtu deri aty ku shkon shkenca. Ndoshta kam i dëmtu ma shumë se sa që kam i bo dobi. Po njëjtën kohë edhe një rukjegji, derisa nuk kam i njoft fushën e psikologjisë, ti kimi bo rukje, ndoshta se dëmton në aspektin e rukjes, po shkatron aspektin psikologjik. Për shembull, kemi shumë rukjegji që i thot njerit për shembull kur shkon, pavarësisht nëse e ka një smundje që është smundja e serrit. I thot njerit ti ki 100 gjin, 10 ti kon vroj ki 90. Fal bre, prej ka kjo informat, high definition i kiti, aty që pishe 4K, 8K, ose i thot ki sehert palum, mësysht palum, qësh mësysht palum, fal, spjego ma pak. Nëse një njeri që s'ka një hori për aspektin e serit, për aspektin e mësyshit, a din çka i bën ti psiqikës tina, a din çfarë problemi më të madh ja bën se sa që ardhaj, sa i kur kthehen në shtëpi ka më thon, çao, më kjo 100 gjin ku ka këtu të unë ku ka një gjenerat ty e tu.